Jo vetëm Shqipëria shkon Europian, por dhe Europiani vjen në Shqipëri. Për herë të parë në vendin tonë Euro U17. Për të marrë pak reagimet nga aktorët e futbollit, çfarë mendojnë për këtë kompeticion në vendin tonë? Ndiqeni. Ti je tifoz me Shqipërinë the? Po. Nuk ka rëndësi U17, U13, U12. Ka rëndësi me Shqipërinë deri në fund. Çfarë mendon për këtë kompeticion që vjen në vendin tonë? Mendoj që është një shans shumë i mirë për rinin, që mund të tregoj talentin që ka, dhe mendoj që është një zhvillim për sportin shqiptar. Tani, kombëtare nuk ka asnjë lojtar nga kampionati shqiptar, U17. Vjen pak keq për këtë? Më vjen keq se mendoj që ka shumë talente, unë e shoh edhe në shkollën time, nëpër klasa, në shkolla të tjera, por mendoj që talenti i tyre nuk zhvillohet shumë. Kështu që do ishte mirë që çdo talent të shfrytëzojnë në maksimum për ta bërë Shqipërinë dalë më mirë në kompeticion. Çfarë mendon që e pengon lojtarët që luajnë këtu që të jenë edhe kombëtare? Ndodhet edhe kombëtare e madhe kjo. Ndoshta mungesa e trajnimit të shumt ose mungesa e kondicioneve për të luajtur, ndoshta nuk i jepet shumë mundësia, por mendoj që me mundësinë e dur dhe me trajnimin e dur arrim shumë më lart. Tani po të ishe tim fush me këto kombëtarë dhe të shkelja aty në fush, çfarë do mendoje, çfarë do i thosh shokëve të ekipit? Shokëve të ekipit do i thoja duhet ta fitojmë sepse e meritojmë si talente që jemi dhe si një vend që ka një histori shumë të madhe, jo vetëm për në fusha tjera, po dhe në futboll, dhe duhet ta ruajmë sa më mirë këtë fanell. Ta duam shumë Shqipërinë dhe do e fitojmë sot për kombin tonë. Tani jam këtu me akademi, cila akademi jeni ju? Akademia Shkëndija Tiranës, grup mosha U17. Por një pyetje kam unë. Kjo kombëtare që luan nuk ka asnjë lojtar nga kampionati U17. Nuk i vjen çik keq ju? Po do donim normal që të kishte ca lojtarë nga grup moshat U17, si dhe superiore edhe kategoria e parë normal. Çfarë mendon që është problemi që nuk ka asnjë lojtar nga kampionati? Po mendoj se akademitë e Italisë apo ku luajnë djem që janë thirrë kombëtarë mund të jenë më të mira, më cilësore dhe besoj që ata mund të jenë lojtarë më tamam për kombëtarin tonë. Okej. Gjergj Stefa, Europiani vjen në Shqipëri siç e parashikove. Ka vetëm një ndryshim që është U17. Po mirë, më tani unë kam thënë që Europiani madh. Po pra, Do vinë 2034. 2034. Mirë bie 2034. Përshëndetje të gjithëve jersh usit e Andales Sport. Jeni të mrekullueshëm. Faleminderit. Edhe ju keni fituar Europianin tuaj. Ndeshja ime e parë për trinj që kam parë, një time ka qenë Shqipëri-Portugali, ka qenë marsi vitit 1993. Shqipëria ka fituar 1-0 me 16 vjeçarët. Kishim humbur 2-0 në Portugali, fituam këtu në Qemal Stafën e vjetën 1-0. Inshallah, o guri bar. Bie që kjo ndeshje kujton edhe ty pak Euro 17 rinin tonë. Unë besoj që kur luajnë të rinj, të gjithë ne jemi pak të rinj. Patjetër. Domethënë kjo tendenca janë të rinj, janë kalamaj, gjithë kemi qenë të rinj dhe unë mendoj që sot ata djem që do zbresin fush në lojës, që do profesionistë Shqipëri kanë emocionet pa parë. Ka një dilemë që thon Euro 17 ja vlen apo nuk ja vlen tishtë. Tani ti çfarë mendimi ke? Ja vlen ky kompeticion vendin tonë? Po si mendoni ju, a ja vlen ti 17 vjeç edhe herë për shembull? Ti pyesësh të gjithë këta që thonë që a ja vlen U17, pyeti të gjithë, a duan të jenë prap 17 vjeç? Patjetër gjithë. Pyeti të gjithë. Kaq mjafton për të dhënë përgjigje. Tani jam këtu me ata që do luajnë për 2 vitet e Euro 17. Përshëndetje çuna. Përshëndetje. Si ndjeni që shikoni U17-ën luaj Europianin të vendi jonë? Ndihemi mirë. Na pëlqen që është organizuar këtu në Shqipëri, edhe shpresojmë që të bëhen edhe më evente më të bukura, mbase pse jo edhe Europiani i parë i ekipeve të mëdha, i shteteve të mëdha. Joart, hajde pak ma jep një emocion tënd, si është kur vesh fanellën të kombëtare, çfarë emocioni? Të them të drejtën, kur të luaj për herë të parë me kombëtaren shqiptare, do qaj në fush. Do qash? Po, e kënda mëndi. do qaj. Lorë ky është kapiteni ju. Kapiteni, hajde më di te U15 apo jo? Tani çfarë mendon për shokët e tu? 2 vjet diferencë mund të ishte edhe ti aty apo jo? Tani çfarë mendon për shokët e tu që janë aty në fush dhe fillojnë kompeticion europian këtu tek ne? Tani ato normalisht do të tyjmë fort, siç kanë luajtur gjithmonë, do t'japin shpirtin full sepse është Europiani i parë që kanë dhënë në Shqipëri. Edhe çuna do të kenë kurajo, edhe pse ka një grup shumë të fortë, prapë do të tyjmë fort. Kjo është sfidë. Si një kapiten që je, çfarë do i thoje çunave po të ishin fush? T'japin gjithçka që kanë fush, mos rezervohen fare. Ti je zvendës kapiteni tani apo jo? Ti çfarë do i thoje çunave fush? Tash do i motivoja normalisht, edhe pse ekipet dihet që janë forta, në letër të paktën. Prapë ne duhet të jepshim shpirtin lojë, domethënë se kena pasur edhe raste siç kena luajtur me Kroacinë, me Malezinë, me Bosnjën, ekipet niveli të lartë domethënë. Edhe thjesht duhet të jesh i karikuar me i motivuar ndërkohës.
Ati Sulqa, më thuaj pak, ne pritëm që shkonim ne në Europian, tani vjen Europianit e ne. Po kështu është, me sistem bajtardhi. Njërë do shkojmë ne, njërë do vinë ata, dhe tani që ne sa vjen dhe kemi hapur kapitujt, mundet që kapitujt të rinjë të hapen. Tani, thua një Europian i madh ndoshta? Për këtu. Jep shenja Europe, jep shenja futbolli, ne në 2 herë jemi futur në sallonet e mëdha të futbollit shqiptar, tani le të themi edhe këta të rinjt fillojnë dhe shko, bëhet ai bashkimi kimik midis vendeve. Shko, ajo që pëlqej këtu, që e shikoj shko. Gjithë të rinj. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Vinë, bashkohen, afrohen me futbollin dhe natyrisht ky është sinjali. Këtë duhet të bëjmë. Duhet gjejmë mënyra promovimi që njerëzit vinë në stadium. Nuk ka rëndësi se çfarë ndeshje do zhvillohet. Vetëm kjo atmosferë që ka të rinj vinë në stadium, kjo i fiton gjitha. Nga ana sportive çfarë përfitojnë? Nga ana sportive, çdo ndeshje është një eksperiencë, çdo intervistë është një eksperiencë. Dhe kjo që po jap tani është pjesë e intervistave, eksperiencës. Dhe natyrisht këta djem do ta kenë të shkruar në bankën e memorjes tyre një aktivitet i cili u zhvillua në Shqipëri, në Tiranë, kampionati evropian. Janë të rinj, luajnë me ekipet huaja, do donin më shumë që të ishin të ca çuna këtej nga këto ekipet tjera. Po, nuk ka gjë, mirë është. How are you, bro? Yeah, fine. Now, where are you from? I'm from Paris. Now, you come to Albania only for the competition? Yeah. For see every play game and see the Albanian play. How do you feel for the competition being here in Albania? Good. It's good for Albania, for economy Albania, and for make money, and for people see Albanian play. It's a very good place. Yeah. Beautiful place, beautiful sea. So you like our country? Yeah, I like this country. Yeah. Now, which is the best player in your team in France? In France, and 17, Chris Batola, French player. He plays He tomorrow? plays. Yeah, tomorrow. No, today. Today? Yeah, at the night. Okay. Yeah. Thank you, man. Thank you. Have a great time. Yeah. Tani profe Mërgjyshi më thuaj, ti ke servit breza pa fund. Qa mendon, qa sjell Euro 17 në vendit tonë? Është një eveniment i rëndësishëm, është sidomos për promovimin edhe të Shqipërisë, por edhe të futbollit tonë në arenën ndërkombëtare. Është fat i madh për të brez që të luajnë në këto kompeticione pa eliminatore. Është provuar shumë herë përpara, Shqipëria nuk ka arritur dot të shkojë në finale dhe një Europiani, dhe kjo është një fat i madh për këtë brez, që gjithsesi janë një brez me sa di që janë rritur dhe janë edukuar me futbollin profesionist, luajnë në klubet europiane dhe shpresojmë që ta shfrytëzojnë me pozitivitet dhe për mirë edhe për veten e tyre, por edhe për rritjen e emrit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Tani ka një diskutim me që ti servit vetë brezët e futbollit që rritin në Shqipëri. Kjo kombëtar U17 nuk ka asnjë lojtar në kampionatin shqiptar. Mendon që është problem i kampionatit apo problem që nuk janë nivelin e duhur? Besoj që diferencat dihen si funksionojnë akademitë nëpër Evropë dhe akademitë tona. Akademitë tona kanë problematikë të theksuar, edhe përsa i përket infrastrukturës, edhe përsa i përket elementit, edhe përsa i përket cilësisë së trajnimit, dhe akoma jemi shumë larg nivelit të akademive, sepse lojtarët me sa di, lojtarët që luajnë në klube me emër në Evropë, nga Juventus, në Itali, në Gjermani dhe në klube tjera në Greqi, dhe them që është një disniveli i madh. Pra, ky është problemi, niveli i kampionatit tonë i moshave është shumë larg nivelit të luajt atje, por gjithsesi mendoj që nga selektorët e ekipit kombëtar do të ishte bërë mirë që të thriteshin dhe për t'u inkurajuar dhe më shumë 2-3 lojtarë nga që luajnë në kampionatin tonë, sepse edhe këtu besoj ka lojtarë të mirë që besoj duhet të jepet dora për t'u integruar në ekipin kombëtar.